Jemi rikthyer sërish në studio, do diskutojmë tani edhe për sa i përket sektorit të turizmit, marrëshkas nga objektivat e shpalosur nga qeveria shqiptare më herët gjatë javës, por njëkohësisht edhe rëndësia e eventeve sikurse janë panairet në promovimin e turizmit ton. Më gjërësisht do diskutojmë me zonjën Eva Kushova, eksperte për turizmin e qëndrueshëm. Zonja Kushova, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Për ta nisur bisedën, pak ditë më parë, Ministria jon e Turizmit dhe Kulturës, bizneset shqiptare morën pjesë në një panair në Madrid, së shpejti në vendin tonë zhvillohet një tjetër panair me fokus turizmin. Sa të rëndësishme janë eventet tilla në lidhje me promovimin e turizmit tonë që është kthyer shtylla e ekonomisë? Absolutisht, panairet janë shumë të rëndësishme sepse tërheqin turist, luajnë rol të madh në atë që ne kemi më shumë nevojë, që është numri turistëve, por unë do të thoja që kjo ftesa për turistë huaj është sikur të ftosh miq pa bërë punë të shtëpisë, po e them në gjuhën popullore, sepse unë nuk shoh ende një ndryshim në mendësi për të menaxhuar turizmin. Pra, flasim për menaxhimin e destinacioneve, menaxhimin e sezonit veror, menaxhimin e fluksit të turistëve, menaxhimin e transportit, të sajteve arkeologjike, pra një koordinim të gjithë ofertës turistike, gjë që nuk e kemi prej vitesh. Ne që merremi kryesisht me DMO, me menaxhimin e destinacioneve, ngrem zërin dhe themi që duhet përgatitur i gjithë zinxhiri në radhë të parë këtu brenda, pra duhet marrë masa përpara se të ftojmë turist. Ndërkohë që ne bëjmë të njëjtin gabim, në fillim ftojmë turist në për këto panairet gjithë vitin dhe në fund numërojmë vetëm numrin e vizitorëve. Kjo është për të shmangur atë thelbin që a patëm një turizëm cilësor, a fituan komunitetet, pra nëse flasim për turizmin e qëndrueshëm, e rëndësishme është sa përfituan komunitetet. Patëm një fitim të shkurtër të vetëm akomodimeve, ku e diun të hoteleve kryesore, apo këto lloj të ardhurash ushtrim për gjithë komunitetin. Sepse në fund të fundit, e rëndësishme është që ne të mbajmë të gjithë ata që merren me turizëm, të mbajmë me turizmin përgjatë gjithë vitit dhe jo vetëm ky lloj turizmi që ne kemi. Kështu që në këtë këndvështrim unë nuk shoh ndonjë përgatitje të madhe, qoftë në menaxhimin e destinacioneve, qoftë në rregullimin e ofertës turistike. Këtë nuk e them thjesht nga vendi, sepse ne menaxhojmë Visit Tiranën dhe unë shoh që tani se çfarë kërkojnë turistët. Janë turistë që duan të kthehen, janë turistë. Si ofrojmë atë që kërkojnë? Për një turist që rikthehet, që e ka parë, të themi, bulevardin, apo ka parë atraksionet kryesore të Tiranës, se çfarë do ofrohet shtesë, ne nuk i kemi. Pra, po të themi, janë rregulluar të gjitha linjat urbane që turistët udhëtojnë jashtë Tiranës, pra të fillojnë të eksplorojnë zonat rurale. Ne kemi agroturizma shumë të mirë, po nuk janë të lidhura. Oferta rurale e Tiranës nuk është as e lidhur qoftë me transportin, po edhe me të gjithë tur operatorët. Pra nuk është se kemi paketa të qarta turistike për ta shtrirë turizmin, për të mos ngelur tek ai turisti fluksi i qendrave apo i destinacioneve tashmë të njohura që ne kemi, por për ta shpërndar, për ta derdhur në një farë mënyre për komunitetin, për fshatrat, për zonat rurale. Unë pardje isha në Ksamil, në Sarandë, pash në Ksamil, por i rregulloi një rrugë, por që janë qytete të mendosh që presin aq shumë njerëz dhe teknojnë nurin e tyre në verë, në dimër janë pothuajse të heshtura si qytete fantazëm, edhe pse pash tek këtu afër meje pardje ishin turistë indian, por që nuk ishin të shihnin asgjë, nuk ishte asnjë lokal, asnjë restorant, asgjë në Ksamil. Dhe mendosh që Ksamili pëson bumin më të madh të turistëve. Pra ky lloj turizmi sezonal, ky lloj turizmi që ne kemi, ose edhe kur i tërheqim, me që ju bët pyetjen e panaireve, ne duhet të ofrojmë një turizëm vjetor. Pra dikush që e ka qef Ksamilin, mund të shkojë edhe në dimër. Po, pse të mos vinë në dimër, pamja është spektakolare, ama atje ishte sikur kishte rënë bomba, themi, as lokale hapur, pisë, plazhe të tjera. Pra nuk ofrohet kështu. Shumë turistë do donin ta kishin atë zonën e Treishujve për vete të tërë, jo me atë fluksin e
por çfarë ofrojmë në aty? Nuk kishe mundësi të haj asnjë drek, jo më. Duhet shkojmë në Sarandë. Po, dhe Saranda nuk ishte në atë, unë isha të hënë të martë, imagjino, kishte pasur në fundjavë turist, por ishte zbrazët, shikoje 3-4 veta në gjitha të pedonale. Pra, a jemi ne, Butrinti është po aty, a jemi ne të mençur që kur të ofrojmë në të gjitha këto panaire që shkojmë, të ofrojmë një paketë turistike tjetër, pra me eksperjenca, mos themi ejani për këto plazhe të bukur, bëjmë ato videot e Ksamilit edhe të Sarandës, dhe i ftojmë pra për plazhin, nuk i ftojmë me një paket, mund të jetë një turi i kështjellave, turi i rënojave, turi antik, pra janë ca ture dhe që duhet të ofrohen enkas, ture kulturore, ture regionale, ture kulinarie, që duhet të ofrohen për këtë periudhën of the season dhe ka shumë, dhe aty të thuhet edhe plazhin do e keni gjithë për vete. Pra i bëhet një reklam asaj view, asaj pamje që njerëzit mezi e bëjnë, mezi e fotografojnë në verë, i bëhet një reklam edhe për dimrin. Dhe ne nuk e kemi këto. Unë nuk e di me çfarë shkohet në panaire, po nëse themi ejani. Shkojnë për 3 apo 4 muajt e verës. Vetëm për aq, me sa shohun është vetëm për aq. Unë isha edhe në Butrin dhe nuk mund të ri pa e thënë. Po. Butrinti ishte, nuk e di sa shik ishte rënë, po ishte tërësisht në ujë. Të gjitha, pjesa e teatrit, pjesa e bazilikës, ishte i gjithë, kam bërë edhe një postim në mediat sociale, ishte i gjithë për mbytur. Ndërkohë bilet si në sezonin e verës. Atëherë, nuk e di, edhe kishte edhe një, që në fillim aty është një tabel që thuhet ky qytet mund përshkohet për 1 orë. Pra, të vi dikush nga ana anës të pagojë një bilet, se mund të vi vetëm për turizmin, po nëse në aty nuk krijojmë eksperjenca. Pra, të përfityrohet komplet historia e Eneas, të rinë me orë të tëra në një touch screen, ta përfityrojnë, të futen në atë qytetin antik si dikur. Pra, ne këto gjëra nuk i kemi për ta mbajtur turistin, si mund të vizitosh një sajt aq të madh botror, me rëndësi botrore për 1 orë. Vetëm për atë mund të vinë. Duhet të kishte facilitete jashtë, brenda, aty duhet të ofrohet jo vetëm Butrinti, turi me varg për tek Kalaja Trekëndore, turi me varg për tek Kalaja Vivarit, dhe të ofrohet një paket, një tur, mund të jetë një shëtitje të liçeni Butrintit, mund të jetë një tur i midjeve që ka edhe një tur operator atje lokal, pra ndihmojmë dhe tur operatorët lokal. Nëse këto nuk shiten si paket, nëse ne vemi me të njëjtën ofertë, pa folur as me tur operatorët lokal, pa folur as me se çfarë mund të shesim edhe në dimër edhe në vjesht apo në pranverë, unë nuk e di me çfarë oferte shkohet në këto panaire. Zonja Kushova, doja të pyesja pikërisht në lidhje me rëndësinë e menaxhimit të destinacioneve. Çfarë do thotë, apo është pikërisht kjo që ju morët si shembull Butrintin? Menaxhimi i destinacioneve, menaxhimi i sajtit turistik është tjetër gjë, pra ata duhet të fusin teknologji e tjera gjëra që të rrisin vlerën biletës dhe ta mbajnë sa më gjatë që çdo turist të marrë një eksperiencë të plotë, por menaxhimi i destinacioneve ka të bëjë me përgatitjen e një destinacioni për ta mbajtur aty sipas cilësisë së atij destinacioni, se ne destinacionet i kemi shumë të ndryshme. Përmeti është tjetër gjë, Gjirokastra është tjetër gjë, Lezhë është tjetër gjë, pra secili destinacion duhet të dalë me një ofertë të vetën unike. Pra, nëse njëri shkon në Vlorë, ai do shkojë në Lezhë për tjetër gjë, për Skënderbeun, pra për çdo destinacion duhet ta ripaketojë ofertën e vet turistike dhe duhet të përgatitet, pra në nivel bashkie apo në nivel qarku, duhet të përgatitet që nga transporti, dhe këtë e bëjnë këto organizatat e menaxhimit të destinacionit, që për fat keq ne i kemi në strategjinë e re, nuk e di se çfarë po bëhet për zbatimin e strategjisë së re. E kemi diskutuar por asgjë. I kemi dëmot, por nuk po bëhet asgjë që këto të krijohen. Ende nuk e dim si do jenë këto struktura, do jenë tipo OJF-sh siç ekzistojnë deri më sot, apo do jenë forume ku brenda të jenë të gjithë aktorët, pra flas nga tur operator, bashkia e tjerë, dhe të bëjnë së bashku një plan. Ne po themi plan e 5 vjeçare, bëjnë dëmot dhe 10 vjeçare, po eja të bëjmë një plan vjetor. Si vjet, sa turist do presim, ku do i çojmë, a është rruga atje ku do i çojmë në rregull, ku do i mbajmë më gjatë, sa ferma kemi, po kemi ushqim tradicional, po tjetër çfarë lloj kulinarie kemi, sa eksperjenca kemi. Pra të gjitha këto paketohen dhe bëhet oferta një destinacioni, pastaj del në nivel qendror, në nivel
edhe vetë AKT-ja mund ta promovoj, pra i çohet e gjithë kjo oferta e re e këtij viti, i çohet AKT-s, Agjencisë Kombëtare të Turizmit, dhe ajo e promovon në nivel kombëtar. Dhe thuhet që si vjet në Lezhë do vini për këtë gjë, në Vlorë për këtë dhe të tjera, po kjo vjen nga poshtë, nuk mund bëhet më nga lart. Në aspektin më praktik, pikërisht më në detaje, më praktikisht, zonja Kushova, si funksionon? Është kjo dëmoja që mund të jetë OJF apo çdo lloj forme tjetër juridike që e fillon punën, flet me bizneset, flet me zyrtarët e bashkisë, mbas edhe me agjencitë e tjera, si funksionon ose si duhet funksionoj, sepse ju keni një eksperiencë të jashtëzakonshme në lidhje me menaxhimin e destinacioneve dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Po, bashkë janë, sepse zhvillimi i qëndrueshëm në radhë të parë do një strukturë të qëndrueshme që ta menaxhojë destinacionin, pra ta menaxhojë turizmin e qëndrueshëm. Është një strukturë që është patjetër lokale apo rajonale dhe ajo njeh në çdo lloj potenciali turistik që ka ai destinacion. Komunikon me të gjithë aktorët e turizmit për t'i përfshirë në itinerare, në ture që do bëhen dhe del me një paketë turistike, jo vetëm paketë turistike, itineraresh apo biznesesh që kanë kulinari e tjera që promovohen të tërë njësoj. Përveç kësaj dhe eventet, nëse nuk ka edhe mund të shpiken 2-3 eventet nuk duhet jenë të tërë në të njëjtën periudhë. Dhe kjo dëmoja pikërisht të gjë bën, i promovon, pra e krijon paketën turistike, e promovon, madje pikërisht kjo dëmoja shkon edhe në për panajire të tilla dhe ofron paketën turistike të vinin në Shkodër për këtë arsye si vjet. Dhe gjithashtu në kryen dhe punën e fasilitatorit, si thuash me bashkim, dhe thuhet te kjo shpella nuk ka rrugë, po ka potencial. Kemi një histori shumë bukur, storytelling te kjo shpella dhe mendojmë që t'i çojmë turistat. Atëherë na duhet një sinjalistik, na duhet një dhe lobon, si thua, te bashkia që këtë vit të investohet në 1-2-3 vende. Ribëjmë tabelat e reja në këto vende, po tabelat nuk mjaftojnë. Të shkruajmë dhe një narrativ, të shtojmë edhe një teknologji, pra ai me kufje ta dëgjoj vetë turisti, nëse s'kemi gujda lokale mjaftueshëm, bëhet një investim dhe kudo një turist me një touch screen, pra shtyp dhe dëgjon vetë historinë kudo, qofte kulla e ngujimit e tjerë. Ne kemi histori pafund. Pra kjo gjë nuk bëhet dhe unë nuk e di, janë të gjitha rolet e dëmos këto për të bërë. Dhe dëmoja siguron që të ardhurat të shkojnë njësoj tek shumica e bizneseve, pra nëse i ofron të tëra njësoj. Këtu kemi gatim me peshku, po këtu kemi kulinari tradicionale, pra i vë një emër pothuajse të gjithë dhe ja ofron turistit për të pasur një larmisa më të madhe. Te ky mund të ham patjetër edhe pak fshatçe, mund të thuhet, thjesht, po një turist mund ta pëlqejë atë. Patjetër mund të themi që pra mund të jetë ofrohet si biznesi luksit, ashtu edhe një biznesi thjesht në fshat. Ture, hiking e tjera. Pra të gjitha këto i bën në dëmoja dhe i lidh. Patjetër në një dëmo nuk duhet të ketë, si thua, konflikt interesi, sepse i bie që t'i çojë të gjitha te biznesi vet, siç kemi dëgjuar që edhe ndodh. Patjetër janë njerëz që merren me PR-in, ekspert turizmi, të cilët nuk kanë interes për të favorizuar një apo tjetër, por që përpiqen të ndërtojnë ofertën. Të gjithë. Po, ndërtojnë dhe e shpërndajnë njësoj në destinacion aty ku ka potencial. Patjetër prodhojnë edhe disa fletë që mund të themi dhe të marrin një përshtypje të turistit, që çfarë mund të përmirësojnë vitin tjetër. Pra, edhe kjo nuk mund të kaloj pa një review të turistit që çfarë pëlqeu, çfarë kishin keq, çfarë mund të plotësojnë vitin tjetër. Dhe gjitha këto i bën dëmoja. Pastaj dëmoja del dhe me rekomandime në nivel kombëtar, shumë gjëra që u vun re këtë vit në një destinacion. Patjetër edhe numrin e shtretëve, patjetër edhe ndikon dëmoja dhe në trajnimin e të gjithë bizneseve që duan të bëjnë turizëm të qëndrueshëm. Pra si të respektojnë që nga mjedisi, hotelet, si të mos vënë, për shembull themi, perdet turke apo importi, po të shkojnë të marrin tek artizanët që prodhojnë, pra bën me këtë lidhjen e zinxhirit të vlerës. Zhvillon gjithë së bashku. Po, hotelit i thotë që të lutem, të gjitha këtu ka 4-5 artizan dhe perdet mund t'i marrësh nga këta, tryeza këto, mbulesat e tavolinës, po edhe dekorimet në mur, 2-3 gjëra që janë lokale të zonës, më mirë të vësh një Skënderbej apo një kështu se sa të vësh korniza luksi, nuk e di se turisti do të marrë një ndjenjë që është në të vend dhe në dhomën e hotelit ku shkon, dhe në dhomën e hotelit, përveç pastaj kulinarisë dhe gjithë gjërat
Të tëra këto janë pjesë e turizmit të qëndrueshëm, të gjitha. I kemi dëmot, zonja Gushova, ju jeni dëmo Albania, por ka tjera sepse nëse do duhet që të menaxhohet e gjithë Shqipëria lokalisht sipas destinacioneve, kam përshtypjen duhet të ketë aty ku ka potencial realisht turizmi jonë. A janë realisht apo është sërish problem zbatimi i ligjit që ne kemi diskutuar, mund të jetë mirë, por zbatimi ka pikpyetje të mëdha? Në fakt, ne nuk kemi dëmo në kuptimin e mirëfillt të fjalës, nuk kemi. Ne jemi dëmo Albania, jemi organizatë jo fitimprurse dhe qëllimi ynë ka qenë që të krijonim dëmot, pra të krijonim, të mbritim gjithë grupet e interesit bashkë dhe të krijonim dëmot në gjithë Shqipërinë. E kemi bërë këtë me Visit Gjirokastra. Ne kemi punuar me Risi Albanian dhe krijuam Visit Gjirokastra, pastaj ja dorëzuam lokalëve. Pra ne krijuam ofertën turistike të gjithë qarkut të Gjirokastra me 7 bashki. Mblodhëm gjithë grupet e interesit, krijuam atë platformë online dhe pastaj u krijua edhe një bord e tjera, një shoqat që vazhdon edhe ajo shoqat. Pra Visit Gjirokastra tani është shoqat. Ndërkohë që të jetë një dëmo e mirëfillt duhet patjetër që aty se shoqata do punoj me donacione, por duhet që të jetë pjesë edhe bashkia dhe bashkia duhet të derdhë një pjesë të taksës së shtratit. Ne këtë kemi propozuar në ato rekomandime që një pjesë e taksës së shtratit, pra taksë e turizmit, i kthehet kësaj organizatës për të promovuar turizmin. Ajo që është për turizmin të përdoret për turizmin. 1% që e vendosë vetë bashkia dhe kjo ka qenë rekomandimi në tryezat që kemi bërë për dëmo. Nga ana tjetër ne menaxhojmë Visit Tiranën që prap nuk është dëmo, por është destination marketing organization, sepse pra marketon destinacionin, kemi platformën, por nuk mund ta quajmë dëmo sepse ne nuk e menaxhojmë dot destinacionin. Që të menaxhohet duhet të jenë brenda të gjithë grupet e interesit, duhet të jetë që nga aeroporti, pra gjithçka që ka të bëjë me Tiranën, dhe ende nuk e kemi këtë mundësi, duhet të jetë bashkia patjetër pjesë etj. Pra ende edhe Tirana është e pamenaxhueshme. Ndërkohë që ka plot tentativa të tjera në qytete të tjera që Visit Lezhë ka të tilla nisma, por që janë thjesht marketojnë destinacionin dhe sigurisht kthehen në biznese, reklamojnë etj, por që nuk kemi dëmo të mirëfillt sepse nuk kemi ende ligjin. Ligji duhet të dalë në bazë të strategjisë. Ne ende nuk e kemi. Po, se kemi. Më herët gjatë javës, Gushova, ministri Gonxha doli në konferencë për mediat, shpalosi edhe disa prej objektivave kryesor, por më i rëndësishmi ai që i përmbledh mbase dhe të gjitha problemet është turizmi gjithvjetor. Turizmi gjithvjetor mund të arrihet pikërisht nëpërmjet krijimit të këtyre ofertave, menaxhimit të destinacioneve. Patjetër, vetëm ashtu mund të bëhet, sepse është kjo organizata lokale që është në kontakt dhe ofron, gjen edhe një event, shpik edhe një eksperiencë në dimër, dhe ka plot gjëra për të bërë dhe në dimër. Pra, këtë nuk e bën dot shteti nga lart. Këtë e bëjnë lokalët, organizohen bashkë, thonë po sigur bëjmë një gjë, bëjmë këtë gjë si vjet, etj. Dhe mund të dalin se ne inovatorë dhe njerëz me ide kemi plot, por nuk kemi këtë koordinimin. Pra, unë jam kundër mëndësisë që ende nuk po ndalet që çdo gjë mund të menaxhohet nga lart. Çdo gjë duhet të vijë nga vetë aktorët, nga bashkia. Pra unë edhe si vjet nuk e shoh që kjo po ndodh. Ende nuk e shoh. Kështu që edhe këtë fazë zakonisht tutë ne zonja Gushova funksionon nga lart poshtë, jo e kundërta, nga poshtë lart. Për sa kohë vazhdon kështu, nuk mund të kemi, ju e dini shumë mirë në Zvicër më të forta e kantonet se sa, pra duhet çdo gjë duhet të jetë decentralizuar dhe të buroj nga vetë qytetarët. Kështu dhe ata vetë punësohen, ata e dinë që zëri i tyre dëgjohet, ata e dinë që nesër pas nesër nëse ai kërkon një rrugë për tek agroturizmi i tij, ajo bëhet, sepse e mori parasysh kjo dëmoja, kjo shoqata si ta doni juve. Pra, nëse nuk ndryshojnë këto gjëra, nëse në një maj mali ku ai ka ngritur gjithë atë investim, nuk vjen asnjë lloj transporti, nuk ka asnjë mundësi, qoftë edhe një afër mund të jetë një qendër shëndetësore, pra nëse normal që nuk do ketë turist. Do ketë një herë në hënë, themi, do vi dikush në mënyrë sporadike dhe nuk kemi asnjë gjë të qëndrueshme. Nëse po flasim për turizëm të qëndrueshëm, gjërat duhet të jenë të qëndrueshme dhe gjithë facilitetet apo gjërat që do një turist duhet të jenë në atë zonë që të çosh turist. Kështu që këtë ftesën nga lart e jani, unë nuk edhe numrat në fund. Jam kategorikisht kundër dhe s'ka lidhje me turizmin e qëndrueshëm. Dhe për numrat doja të pyesja, qeveria edhe këtë vit e
njoftoi shifrën zyrtare mbi 12.4 milion hyrje të shtetasve me pasaport huaj, por jo të gjithë janë turist, jo të gjithë janë të huaj, ne dim një pjesë e mirë janë shqiptarë që ka një pasaport huaj, një pjesë e mirë janë qytetarë të Kosovës që vinë në Shqipëri, disa zgjedhin aeroportin e Rinasit, janë qytetarët nga Maqedonia e Veriut, nga Malizi që sërish zgjedhin aeroportin e Rinasit. Pra, jo të gjithë nga këta mbi 12 milion janë turistë në vendin tonë. Në kuadër të politikave më të mirat mundshme dhe më efektive, mendoni se duhet nisur pikërisht nga mënyra se si ne i numërojmë turistët? Po patjetër, edhe në strategji thuaj që do rregullojë dhe kjo puna e statistikave, ata nuk janë turistë, ata janë vizitor, sepse turisti kjo do të përputhet me numrin me numrin e shtretërave, pra kjo shifër do të përputhet ku e kaluan natën, au paguan një taksë turizmi nga këta, pra si u llogaritën këta persona. Ne është thënë që ti je turist duhet të kalosh patjetër një natë në destinacion, kështu që kjo nuk përputhet. Edhe unë nuk e di, është thënë mira herë, qoftë edhe me ministrin e mëparshme, që këto numrat nuk kanë kuptim, sepse duhet përputhet edhe me të ardhurat që këta lanë në destinacion. Kështu që për sa kohë kemi këtë lloj disproporcioni të madh, unë nuk e di edhe sa kohë do gëzohemi me numra dhe nuk është normale as për inteligjencën e gazetarëve, as për të gjitha atyre që merren me turizmin që të numërohen njerëzit. Të gjitha hyrjet me pasaport huaj. Tani ne dim që shumë shqiptarë kanë marrë pasaportën dhe kanë edhe shtëpitë e tyre dhe vinë dhe rinë në shtëpitë e tyre ose të familjarëve të tyre dhe vetëm nga Kosova, zonja Kushova, në 2025-ën ishin 4.3 milion hyrje. I gjithë vendi, i gjithë popullsia ka ardhur të paktën 2 herë në Shqipëri. Për këtë arsye, jo të gjithë që këtu kuptohet që jo të gjithë janë turistë. Nuk janë turistë dhe unë nuk e di pse gënjejmë më veten, sepse duket në fund çfarë lënë në destinacion, duket në fund që shumë zona po ta marrësh gjithë brekun tani janë bosh, jo vetëm tani, edhe në për zona të tjera që janë brenda në qytete, hotelet janë pothuajse bosh, kështu që nuk e di dhe për sa kohë, pra nuk mund të flasim në Shqipëri ende për një turizëm të qëndrueshëm, për fat keq. Zonja Kushova, jemi në fillim të 2026-s dhe kam përshtypjen bizneset, gjithë aktorët e këtij sektori kanë filluar përgatitjet për kulmin e sezonit. Ne duhet kemi gjithë vjetor, sikur se diskutuam, por kulmi si zakonisht është në 3 apo 4 muajt e verës. Çfarë mendoni se duhet të përmirësojmë, ku duhet fokusohemi për gjatë këtij viti? Minimalisht rregullohet të më thëmë bashkit, nuk e di të angazhohen për pjesën e trafikut, transportit, që të paktën një turist, e ka ndarë mendje që do vi, merr hotelin dhe për të ngrënë, ne dim që në mos restorante shumë preferojnë edhe supermarkete, pra ky lloj turisti do vi prap. Ideja është që të mos kemi atë lloj trafiku dhe pra të merren masa, nuk e di që tani autobusat, devijime, ku mund të qëndrojnë kur vinë që në fillim për shumë autobusat që e bllokojnë më tepër, flas për rrugë të ngushta që janë Himara, Saranda etj. Pra gjithë kjo gjë në bashkëpunim me bashkitë mund të rregullohet tani, pjesa e mirëmbajtjes së ndotive, pra të plerave, edhe kjo duhet të rregullohet që tani, që të mos kemi të paktën këto pjesët e tjera, se që do kemi overturizëm në verë, kjo nuk diskutohet prapë. Në lidhje me shtretrit, keni mbase sugjerime, sepse gjithmonë ka debate, jo vetëm në lidhje me kapacitetin ton për të akomoduar të gjitha ata që vinë në Shqipëri, por ka edhe debate në lidhje me njësitë akomoduese të vogla, që kryesisht përdorin Airbnb apo Booking për të dhënë shtëpitë e tyre me qira, apartamentet e tyre që gjithsesi janë të shumë në numër dhe kam përshtypjen janë një aktor në treg. Absolutisht. Për këto Airbnb me sa di nuk u bën të detyrueshme, kështu që është një, e di që janë informale, por është një ardhur që të paktën shkon më tepër për këtë pjesën e komunitetit që kanë shtëpitë e tyre dhe fitojnë diçka nga turizmi. Pra është e parregulluar dhe ende e panumëruar. Askush nuk mund ta thot me se sa shtretër kemi nëse do përfshijmë edhe të gjitha këto akomodimet në Airbnb apo edhe në Booking. Gjithmonë ka nevojë për më shumë dhe me sa di ende resortet të tjera po bëhen, por që
është kjo pastaj hendeku I madh I çmimeve që ndodh në verë. Në hotelin ku isha unë në Saran tani shifrën ajo kishte 40 dhe thoshte pa diskutim sa vjen qershori është minimumi 90. Dyfishim. Dy fishimi I çmimeve, kështu që por them që të gjitha këto hotelet në Airbnb, pra akomodimin në Airbnb e zbusin pak atë ofertën, atë shtrenjtësinë e çmimeve, kështu që është një gjë e mirë për atë llojin e turistit që nuk e përballon dot hotelet, por nuk është mirë për shtetin, për konkurrencën e drejtë. Sepse ato taksa nuk është se mblidhen, kështu që ka sërish hapësira. Zonjë Gushova, ju falenderoj për gjitha mendimet e sjella në studio, ditë mbar.